Çmimet e listave për IPTV i kanë për toke. Por po të raportohet kjo veprimtari te organet e rendit, mirë s'do ta kenë fundin. Shitësit i pret edhe burgu. Ofertat e tilla që lidhen me shpërndarjen e përmbajtjes televizive përmes internetit janë shpeshtuar edhe në Kosovë, ndonse veprimtaria është krejtësisht ilegale. Që t'ju kushtoj më shumë vëmendje këtyre operatorëve ilegal, për shkak se është diçka që është atraktive dhe është që po ju shitet popullit ton me çmim shumë të lirë. Prandaj është më shumë buj mund të themi në skenën shqiptare në Kosovë, për shkak se ka kërkesë më shumë. Deri këtu shfrytëzohen disa kanale përmes tregut të zi, e sipas ekspertit, zakonisht janë rishitësit ata që po bëjnë kërdi në treg, meqense qëllimin e kanë tek të hollat. Për të ofruar këto shërbime duhet licencë e veçantë që lëshohet nga Komisioni i Pavarur i Medjeve. Këtë posedojnë veç 13 operatorë në Kosovë, kurse 19 soshu identifikuan pas monitorimit se po funksionojnë kundërligjshëm veç në 5 vjetët e fundit. Një ndër operatorët më të atakuar është Art Motion, por këta s'ngelen duar kryq kundrejt kësaj veprimtarie. Gjatë 2024 se 2025 u parashtruan 9 kallëzime penale që përfshin 95 operator ilegal të IPTV-ve. E për këtë kërkohet aktivizimi i organeve të ndjekjes. Policia e Kosovës dhe institucionet e sigurisë kanë personat mjaft mirë të përgatitur, të cilët mund ta bëjmë një hulumtim të thjeshtë për një profil dhe mund ta gjejnë kush është brapa atij profili. Qoftë duke marrë ndihmën nga direkt nga platforma Meta apo thjesht duke komunikuar me palën, mund ta marrë një informacion i cili mund ta dërgojë deri tek personi mbrapa atij profili. Sipas njoftë ligjor, kur licencat e kalohet masa shqiptohen nga KPM-ja, ndërkohë për ata të palicencuar, rasti shkon deri në prokurori duke u cilësuar si vepër penale e që pason edhe me disa vite burgim. Këto vepra, policia i trajton si cënimi të drejtave të autorit ose vjedhje shërbimeve ku hyn edhe rryma, uji apo qasja tjetër në shërbime të një operatori. Për këtë arsye ata nuk kishin në gjendje të specifikojnë rastet që kanë të bëjnë me IPTV-t. As prokuroria speciale, ajo themelore nuk ka databazë specifike për këtë veprimtari ilegale. Së fundi, prokuroria speciale në koordinim me Europolin zhvilluan një aksion gjigant emëruar si Switch Off, ku goditën rrjete kriminale të kësaj veprimtarie në mesin e targeteve ishte edhe Petrit Bahtjari, shtetas i Kosovës.